Mirë mbrëma njerë, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma të mirë, mirë se keni. Mirë se edhe kur i takuam, se u bë pak kohë, se na qelloi çik më gjatë ky. Se ishim në mes të dhjetorit dhe tani në fund të janarit. Por do doja të nisja duke ju dhënë fjalën juve. Mos bëjmë kështu si me ceremonia me gjërat. Në një përshtypje kështu për të parë për librin, ka u fut shumë të po. Me që ke shkruar këtu, po ta jap fjalën ty. Edhe ju lutem ndihmuni të lirë të merrni fjalën, mos prisni nga unë mësues kështu. Po Denata tha që kam shkruar zakonisht jo gjithmonë, se ndonjëherë kur është e mundur, pas një libri shkruaj një pikpamje time në reflektim kështu. Nuk e kam lexuar librin e parë të Leas, por libri i dytë, dhe u ndjeva e revoltuar kur mbaroi, kështu që s'do kisha dashur të nisa unë para, sepse kam patur disa kritika, jo për atë që është bërë zhurmë, siç zakonisht bëhet për Lea, po për disa arsye që mendoj që pritshmërinë ndaj një vajze që është e formuar, e edukuar, që ka fatin edhe të ditë të shkruaj, të kisha dashur të gjeja. Për shembull, ka pyetje që ti e nis librin, kur e gjem të poshtruar, pyetja në fund të 406 faqeve do duhet të ishte nga kusht poshtruar. Edhe unë nuk e gjeta te libri i Leas. Lea faktet historike i kalon tangent dhe nuk ndalet. Që për çdo arsye tim, që për çdo ngjarje që ndodh ka një arsye, dhe sidomos në raste historike, në momente ngjarje të cilat janë të përfshirë njerëz, siç është rasti i komunizmit, po duash rastin kur dikush shkruan për luftën e Kosovës, ose paku duhet të kesh vetdije, ose pastaj do jetë e vështirë nëse ti shkruan. Megjithatë kur ti boton një libër që lexohet, përkthehet në 18, 20, 22 gjuhë të botës, Lea është pas Kadares, ndoshta emri që është kthyer më shumë. Ka mundësi, po. Dhe kam 3 element ku i kam gjetur, po do doja që... Okej, do të vete isha... e rëmërtur, nuk po them e poshtruar. Nuk po them mund të isha ndjerë, do shta e mërzitur, edhe më shumë, do shta e acaruar, nëse do kisha patur fatin, disa ditur përpara të isha ulur me Fatos Turbonin dhe bisedonim gjatë për shkak se ra koha mundësia dhe fatit. Kështu që pas Leas rimora nga biblioteka do lexoj Edburg. Edburg, okay, shumë mirë. Po ridënimin e ke lexuar? Jo. Ka dy. Edburg dhe ridënimi. Domethënë shumica e njerëzve mendojnë që ridënimi është më i fortë, po ma fal. Më i fortë. Po edhe Edburgu është super libër. Më kam shijuar shumë se është spaq shumica e kohës, Kaushi. So që ishte një Kaushi. Kaushi është vendi ku i çonin në fillim fare kur i arrestonin. Quhej Kaushi sa aty. Si ka për të arzëtuar? E kisha harruar. Po. Aty më ka bërë përshtypje, tani që e the për shumë u kujtuar. Kush ka një Unë ndryshe nga Denata në qoftë se s'ka bërë, emri apo? Po, faleminderit. Ndryshe nga Denata e shijova. E shijova në radh parë stilin. Është një stil shumë i veçantë. Është botuar në si roman, nuk merret si roman. Për mua është më i bukur se roman, sepse ka një gërshetim që thjesht gati nuk e kam hasur si stil, sepse më vjen edhe si ese. Pra si një ese filozofike, ka shumë filozofi dhe ndoshta prandaj Denata nuk e ka marrë, si më thënë, atë përgjigjen, sepse ajo në rrafshin e filozofisë i ka lënë të hapura shtishet për të menduar, pra nuk i ka shkuar asnjëherë deri në fund fakteve, ajo i ka shkuar deri në fund mendimit. Pra qëllim, unë kam përshtypjen edhe në intervistat, pastaj se u bëra kurioze, sepse kishte disa gjëra që edhe mua më bën përshtypje, sidomos mos përfundimi i disa fakteve, por momenti që unë dëgjova intervistat dhe se si ishte përgjigjur, më vërtetoi dyshimin. Pra, kjo është edhe si një ese filozofike, sjell fakte historike dhe është edhe si një ese me faktet historike, por është pastaj edhe ajo letërsia klasike që e ka ndihmuar të bëjë lidhjet mes filozofisë, fjalës artistike edhe fakteve historike. Por
mos harrojmë që duhet parë kam përshtypjen në disa rrafshe. Ajo e ka nisur si mbesa për gjyshen. Pra e gjitha kjo, piknisja e saj është mbesa për gjyshen. Dhe është shumë, domethënë, ajo ndjeshmëri është kaq unike, është kaq e veçantë saqë unë kam përshtypjen asnjë prej nesh nuk mund ta gjykoj këtu në këtë pikë. Ajo e nis si mbesa për gjyshen. E nis me tronditjen e thellë, ai pas kam njohur unë gjyshen time, pra brenda saj dhe unë kam përshtypjen që të gjitha përshtypjet e saj, të gjitha ndjesitë e saj ka arritur të sjellë bukur dhe unë e ndjeva. Dhe për sa kohë arrita ndjej, pastaj nuk është se unë gjeta si më thënë fakt historike që nuk më përkonin apo jo, absolutisht. Unë mendoj që ajo periudhë historike ka ardhur e parë në një këndvështrim njerëzor dhe filozofik si nuk e kanë gjetur të të tjerë. Më pëlqeu shumë stili. Do të mbetëm këtu për momentin. Më pëlqeu shumë mënyra se si disa thënie që ajo kishte mbi dignitetin. Do bënin të mendonin çfarë është në të vërtetë digniteti. Është edhe për identitetin e njerëzve gjithashtu. Më pëlqeu si përshëtoi historinë e Lemanit, po me historinë e Leas, që është në kërkim tani për të shkruarin e gjyshes. Me qëra fjala Lea, emrin gjallë ka Leman. Gjithashtu. Dhe ngjashmëria me gjyshen Po. e jashtëzakonshme. Dhe Isha është pak me personale. pyetje në fund, edhe ndoshta me ndonjë kështu mendime konspirative. Vërtet kishte një Leman ypi tjetër në dokumentat e sigurimit të shtetit, ose ishte, nuk e di atë, nëse ishte thjesht për efekt të librit, ose është një ngjarje vërtet. Po, unë mendoj se për veten time e mora përgjigjen që historia mund të ndryshohet, mund të ngelesh gjithmonë pa përgjigje dhe mendosh se çfarë të duash dhe ndoshta do të marrësh shkurt dhe të kërkosh të ulëmtosh dhe të marrësh shkurt përgjigjen që kërkon. Kush tjetër ka një kështu? Duket se do ndahemi në dy grupe. Edhe unë fillova nga kjo pikpyetja, nga përshtypja e parë për titullin, thash pse pikërisht të poshtruar. Gjatë leximit mendova se mund të ishte edhe ndonjë ironi ndaj faktit, ndaj lirisë. Pastaj mendova se mund të ishte edhe ky trendi europian ose referenca letrare që shumë autorë më përpara kanë përdorur edhe si titull të poshtruar. Nuk më vjen. Ose më vjen e ftohtë. Domethënë, është kuptohet që ajo do të mbajë atë distancën, ose ka një distancë analitike, më tepër, më duket mu. Më vjen e ftohtë si autore. Është e vërtet bashkohem me ty që ka disa, do thënë, mendimet mbi dignitetin, mbi pjesën e ndjenjës të fajit, ato më kanë bërë përshtypje edhe mu, sepse i shikonte një këndvështrim tjetër. Ndoshta shumë ndryshe vlen edhe për tu ndalë, ndoshta shumë ndryshe se sa kjo klisheja që me ato fjalët e bukura poetike. Por për sa i përket pjesës tjetër nuk e di, nuk më erdhi aq e afërt. Nuk e kuptoj se çfarë do të thosh. Unë kam argument apo po pres. Se do bëj thonë. Jo. Shiko, nuk mendoj që Edhe ka disa edhe po pjesë. ishte këtu Lea do mërzitej. Nuk mendoj që do mërzitej. Pak do t'i referoshim librit. Po. Kush tjetër ka një opinion, një përshtypje? Atëre, unë që ta përgatitur për këtë, nuk kam qenë në njerë, ose s'jam nga dhe s'kem qenë në njerë. Nuk e dija që ishte një organizim me qëndrim, edhe që për të mendoja se ishte një diçka më në njerë, dhe kisha përgatitur për këtë lloj. Jo, s'ka problem. Kështu që Mirë se vjen. Faleminderit. Lexoj shumë për çka po e gjendit, kështu që kam ako për të lexuar për çe. Po librin e kam lexuar. Edhe mendoj që është shumë kurioze që ka mundur të marrë të paraqes të gjithë të vërtetat ose të pavërtetat ose fictionin që ka dashur të përprodhu me fakte, ose të gjithë të paraqes aspekte intime të një individi siç ishte gjyshja e saj, dhe ta bëj atë linja narrativën e pastaj shkruajtja historike që ndodhet nga periudha e rritjes së saj deri në post
mendoj që ajo është gjetje goxha e mirë si autore. Edhe më duket se ka një thurje lezetshme, do të përdoja një fjalë të rëndomt, midis asaj që është historia familjare e Leas dhe asaj që Lea shikon një çik më lart se sa Besa e Lemanit, domethënë vetë si një intelektuale e majt që ajo është edhe këndvështrimi i saj mbi botën, mbi proceset, mbi luftën edhe të shkuar. Patjetër. Edhe për më është pra parë që vje dhe besoj që më dhe më vogla nga të gjithë këto. Edhe ndryshe Denale, po. Nuk kam arritur, nuk jam aq kritike ndërsa ta ndaj atë librin ta sopse dhe të kem një opinion për çdo gjë. Do të nga që tema që është nuk kam shumë dhe pjesë dhe kam jetuar atë kohë të gjitha, po e kam marrë shumë thjesht leximin e këtij libri, me që në fillim kam lexuar librin të lirë. Sepse ndoshta edhe nuk e njoh vlerën personalisht, por kam një lidhje personale se jemi tursaket dhe një gjë që kur shkruan Lea është nga gjë stërgjyshës time, që unë kam kaluar një pjesë të mirë, se unë lidhem disa gjëra ashtu në memorien e mamës që më ka filluar dhe ajo më ka shtruar ta lexoj librin të lirë. Mora në dorë librin të përshtuar prapë me ato përveç përshkrimit të Leas për Leman, është edhe një përshkrim të mam komplet nga jashtë, më nuk i njeh, thjesht thotë që është në lagje kishin dikë domethënë është ajo goca dhe ka një gjyshe që i flet frëngjit, domethënë te lagja mënyrë se u shikon ishte shumë interesante për të ata nxita që ta lexoj. Por mua është një libër që e kalova në fakt në brezim, që nuk do të përgjigjsoj të gjithë zakonisht lexojmë libra që janë zhvillimi për vete, janë ca libra pak më trendi, nuk është se jemi mësuar që të lexojmë këto lloj libre. Po them për shumicën e atyre që njohun. Dhe unë e lexova shumë kollaj, domethënë, nëse do për këtë pjesën e sistemit atëherë jam goxha kurështare, sepse vetë për këtë nuk tim çfarë. Edhe nuk kam kompetenca teknike vetë të flas nuk i njoh ngjarjet atëherë. Për ma sen të jetuar, që më shumë interesante dhe në fund ajo ishte një tema, vetë po më përqo dhe Lea se si shkruan. Ka diçka të lezetshme të mendoj të shkrimet e vetë. Që e shijova. Se doja të thoja që e shijova, përveç se e luar dhe në ato mendime për sistemin atëherë dhe klasime për gjëra. Okej, ka një tjetër? Po. Unë era parë që lexoj Lea librin. Nuk e kam lexuar librat e saj më parshëm. Mua më pëlqeu. Domethënë mendova që ishte një libër i mirë në kuptimin e rrjedhshmërisë. Ishte një rrjedhshmëri që më pëlqeu natyrale nga ana e saj. Më duket goxha shkrimtare mirë. Nuk jam ekspert të kuptohet, por Asia nuk është. Domethënë që e shijova për faktin, mendoj për dy fakte. E para që është e bazuar në një histori të vërtetë, një histori jetë të vërtetë që kjo gjithmonë ka një lloj atraksioni mendoj për lexuesin që është e bazuar në një histori të vërtetë. E dyta, flet edhe për kohë që neve nuk i kemi jetuar. Një realitet shqiptar që ne nuk e kemi jetuar dhe sikur më bëri të futem, domethënë të kemi një ide se si mund të qenë për shembull Shqipëria në kohën e Zogut, ose si ishin njerëzit, ose marrëdhëniet e tyre studentëve që kishin ardhur nga Franca, domethënë çfarë pozicioni ishin ta. Plus mendoj që sepse përpara këtij libri kam lexuar një libër tjetër që është prapë i bazuar në histori të vërtetë dhe kaloi një lagje Tiranë, që është edhe ai shumë i bukur dhe më ka pëlqyer shumë dhe mendoj që ishte në ato rrjedh edhe ky libër, për faktin që është i bazuar në histori reale dhe është një histori shqiptare reale. Dhe mendoj që për këtë më pëlqeu, pastaj edhe më pëlqeu shumë Lemani si personazh për faktin se në ato kohë ajo ishte një grua shumë e përparuar dhe nuk ishte frikë, ishte vetvetja.
Domethënë për këtë personazhin e Lemanit më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse ishte domethënë shumë e lirë, shumë e guximshme, sepse ishte 18 vjeç në atë kohë që të vije nga shtëpia 18 vjeç me kuptohet me traditën e zakonet që mund të ishte familja se koha ajo ishte mendoj që ishte shumë pionere e një revolucioni femëror mendoj unë. Fakti që ishte impulsja e parë në administratën shqiptare, domethënë mendoj që ka dhe një frym e revolucionit femëror ke ky libër. Përveç tyre, pastaj më pëlqen përshkrimi i Leas të personazheve dhe e marrëdhënieve që kanë personazhet me tjerë. Ajo me Lemani me Selma, edhe gjithë personazhet e familjes saj me njëri tjetrin, ose Aslani me Tijatin e vet, edhe ajo ishte një shumë relacion interesant i babë vjerë, domethënë më pëlqeu shumë kjo përshkrimi se si bën ajo, analiza që i bën ajo dhe nga ana filozofike më pëlqeu shumë. Për mua ishte një studi që më bën ta lexoja librin në një rrjedhshmëri natyrale. Këtë mund të them. Edhe unë desha të theksoj këtë, që libri ka shumë vlerë edhe për faktin që sjell lexuesi i sotëm, shqiptar, realitetin e shtresave shoqërore të para 20, para komunizmit, të viteve 20-30. Që fatkeqësisht gjatë komunizmit ishte kërkuar parësi shoqërore, shumë dhe nuk thirrej as pak për faktin që në vitet 20-30 në Shqipëri ishte krijuar një realitet i ri shoqëror dhe kishte shtresa të mesme, shtresa të larta. Të ngjyrë. Kështu që është shumë frymëzuese ta shohësh që vërtet përmjet një histori reale, personazhesh real, konkret, siç ishte Leman, kupton që Shqipëria nuk ishte kaq e zbrazët saç bota sa faktikisht po brava. Kështu që ka shumë vlerë po Ajo pjesë më ktheu shumë edhe tek libri Alfred Bezos, Sara, nuk e di nëse ju keni lexuar ose diskutuar këto si grup. Po pikërisht ai libër flet për këtë kohën e mbretit Zot, edhe për një mbesë mesme qinare që kthehet e rritur jashtë vendit dhe jeton në Shqipëri. Kjo historia më ngjante shumë. Ka disa libra që merren me këtë kohë, domethënë në vitet 20-30 është pak periudhë e shehur, që bën 100 vjet që atëherë tani. Po e ka këtë vlerën që të shikosh shumë ajo flet për Tiranën që ishte nga ministrit me skela pambaruara, trasta me vesh të qenit që ka qenë në vitet 90 më kujtoj një shok kur i kthye ka pasi periudhë të shkurtër në vitet 90 ku mund të shkojnë me bisht qenit. Me bishtin e qenit, nëse visi qen rrugësh nëpër Tiranë. Nuk zgjati shumë, se ishte terroriste në fakt, që njerëzit gjuajnë një qen për por kishin bërë këtë ndryshimin se ai ankohet që na sillte njëri vesh, thotë pastaj masi javë na sillte ose kanë parë qen me vesh brem që si kanë bërë fare, kanë marrë legët. Ka një moment aty ku një zyrtar ku kjo shkon të regjistrohet, ka një nxjerr një trasë video e keqe dhe pastaj tregon që ishin vesh Përse vitet 90 Iran lapsi që thoshin mund na sillin njëri vesh në tjetër e paguan 2 herë, kështu që qeni ka një bisht dhe kërkonin bishtin që ma ka vitet domethënë tjetër. Ke një përshtypje? Po, libri më pëlqeu shumë. Ishte një libër që lexoj shumë brulshëm, domethënë të ngeli mendja në shumë feli në një fragment, e kishim mendjen aty të riktheshe çfarë do ndodhte më pas. Shumë interesante më duket mua kjo periudha e kohës së mbretit Zot, e lista kapenet, njerëzit si kishin studiuar jashtë dhe kishin ardhur, ishin kthyer në Shqipëri dhe pretendonin një të ardhmen për vendin e tyre domethënë. Lemani ishte heroina e librit, për moshën që kishte dhe për vendimet që mori në jetën e saj, ishte shumë e zonja dhe të bënde të
Domethënë, mua më jep një kështu, një lloj kurajo për veten time, domethënë që të eci përpara, më ndihmoj veten emocionalisht. Unë ndi nuk po pëlqeu shumë, të them të drejtën, ajo pjesa e dy Leman edhe kështu nuk më pëlqeu shumë. Ajo është një çike çuditshme. Po, Ishte një trik për të shnuar së vërtetës. Nuk e di se sa është realiteti dhe sa është trillim. Ka në një takim faqe në pres që nuk ka dëshirë të tregojë cilat janë pjesë të vërteta ka shpiston diçka që ishte vendosur. Po. Domethënë ti të ndjesi që pse ngjerë gjatë politikën nga fakt, që sa ndjen edhe lexuesi që çfarë është vërtet, çfarë është vërtet, do të thotë kishim dhe ne pak shumë të vërtetë si ajo. Kështu shpreh. Nuk jep edhe të përgjigje. Ç'është pyetja? Unë e mora për vërtet. Përgjigje. E kisha aty, por nuk ja bëra këtë pyetje sepse unë mendova që ishte ashtu siç e ka treguar. Jo, ajo i përkthi e tha pak a shumë përgjigjen, që do të thotë gjithçka aty është e bazuar në historitë të vërteta. I përkasin apo jo Lemanit, kjo është një gjë tjetër. Pra, pak a shumë tha se unë e dëgjova. Po. Kudo tha të Po njëjtën nuk ka gjë. ajo tha nuk ka marrë liri krijuese. Nuk ka zgjedhë Nuk atë, ka- por domethënë janë histori që mund të mos i përkasin të gjitha gjyshes, po them. Me qartë. Zotria? Se kam mbaru e një sa vonë, të kuptimit edhe ishte vonë, po më pëlqen bot kuptimi. Ma prishi pak si jenë, se kam që akoma, po ka një të në shpimi dhe sa. Jo, se vjen pak që në dova se do zhvillojnë e zi. Nuk ishte spoiler. Nuk e di janë pak që mendova që të lexoj këtu edhe thash ta merre nga lexuesi. Por siç e tha, nuk e vesh dot veten në jetën që ajo zhvillon. Mendoj ka një arsye që ti ke zgjedhur libër, është bot kuptimi I të rinjve që fryma që të vinim të zhvillojnë. Por që prapë nuk e di çfarë po flasë, nuk e di çfarë bëhet punë. Po flasë. Okej. Për ta mbyllur xhiron e parë, ka dikush tjetër? Në një gjë për të thënë ose nuk e di? Mendoj se një gjë që më bëri shumë përshtypje, mua të paktën, bashkëngjitem me disa nga mendimet që personat ndanë, por më bërë shumë përshtypje që çdo gjë, pra mënyra se si trajtohet gjëja është më shumë në kontekstin e strukturave shoqërore, politike, sikur nuk kuptoj dot shumë për shembull për besimin. Nuk kuptoj dot shumë si për shembull dinjiteti. Duket sikur lidhet vazhdimisht me si e përcakton shoqëria, si e përcakton roli ynë në shoqëri, ose strukturat politike, ose sfidat, por nuk e lidh këtë me qënjen, me krijimin, me që kantiane kjo filozofia këtu. Po, këtë nuk kuptova dhe mendoj që mbase edhe ftohtësia që Goca përmendi pak më parë, mbase ka të bëjë me këtë gjë. Kështu që do të humbiste anën e saj filozofike nëse do të ishte pak më poetike, po. Kjo më bëri përshtypje më shumë. Okej. Keni një koment? Ja, unë jam një banor I ri këtu. I tha të gjithë për atë. Shumë. Kështu që në si? Shumë të rinj se të plera të heq shumë besoj. Ky është elektorati I gri, se pjesa tjetër e nda me ty. Shiko, unë mendoj që varet se çfarë ti prek në librin. Qofse ti prek edhe për librin e parë. Të dire, mbaj mend që u bë një lloj kritike, aty unë qëllon që t'jem njëti vit lindje me Lea. Kështu që po, edhe ajo çfarë ajo përshkruan te ai libri, unë kam qenë në një familje e pa persekutuar dhe e pa privilegjuar. Domethënë si shumica e njerëzve. Me ato frikrat tipike që kishte sistemi, që të ruheshe të bëhe kështu. Por mua më duk realist në përshkrimin e dikujt të lindur në vitin 1979, domethënë, se si e kam përjetuar unë atë periudhë si një fëmijë, gjërat që na mësoheshin që realisht ai libri I parë, ata familja ja kishin cytur kësaj ca si shumë të dashurinë për xhaxhin e Enverë, për sistemin, sepse I frynin kosit nga halli I qullit, që ajo të mos vuante dhe kishin te kaluar. Po, ka qenë. Po. Edhe unë ashtu jam rritur me atë e kupton dhe pastaj kur ra perdja e kuptuam gjërat edhe gjërat dhe pastaj kam një koncept tjetër tani, shumë më tjetër se atëherë. Po gjithsesi,
Nuk e krahasoja dot për shembull me librat e Lubonjës apo të Zetlumit sepse përvojat aty shpirtërore ajo, po, shumë më të forta, apo ajo nuk pretendon Pastaj kishte përjetuar në vetar. Patjetër. Edhe kjo, në një farë mënyrë. Po përvojat e kësaj ishin të një fëmije të pa cënuar, ajo s'kishte dëgjuar emrin e Xhafer Rypit derisa ra sistemi, domethënë, se Azinin ngoi stërgjyshin e vet. Denata, çfarë nuk të pëlqen? Do ta nish fillimisht të them datën shumë pëlqyer, a se do isha e Sanduiç, O Denata, më fal, a ty ofron çaj përpara se ta nisësh Unë e mora dhe më A pëlqeu ka shumë. dëshirë do një çaj si në shtëpinë tuaj? Kush do i ka çaj? Një shërbet shërbim atëherë. Jemi ke Sofia. Fillimisht më pëlqeu shumë kalimi në përhistori, pra ti kalon disa periudha historike, përshkruar shumë bukur, realiste më aq sa kam lexuar deri në 44. Bia dakord më shumë çka Lea kishte përshkruar. Jam shumë dakord që Leman Ypi ishte një personazh që është e sigurt që çdo njeri që e lexon ka për ta pëlqyer dhe do gjejë një veti të saj brenda karakterit të secilit prej nesh. Dikush liri, dikush trauma familjare, shumë trauma që i ndodh me hallën mos gaboj, të çon në konceptin e si ndikon fëmijëria jon tek ne. Ndoshta nuk e thot Lea më të madhe, po secili nga ne ndoshta e gjen një moment që ka ndikuar. Më pëlqen shumë që të gjithë lexuesit e kanë vretur kohën kur Lea ka dashur të ndalet, që është pikërisht përshkrimi dhe dhënia jetë e kohës së zogut. Pra në libër gjendet kjo gjë, kur ata janë e bindur që e ka bërë me vetdije, pra ka dhënë informacione, momente. Kur fillon momenti i 44-45-s, instalimit komunizmit, deri aty ti kupton se një panoramë se si do të kishte qenë Shqipëria sadopak nëse ajo e keqe të bëna të shëndotur. Dhe revolta dhe zemërimi vjen pikërisht nga ai moment e tutje në libër. Enver Hoxha shfaqet 3 herë gjithsej në libër, është një personazh gati fare i parëndësishëm, në 2 raste një djalosh që është okay që mos të ketë qenë i rëndësishëm për Lemanin dhe ai nuk ka dashur ta përfshi, po herën e tretë që ai shfaqet si falsi të letra e gjyshit të Leas për pjesën e mbetur mbasi kishte bërë 15 vjet. Përpara se ta falte, falja ishte thjesht të rrit aty ku ishte, mos ta vrisnin, mos ta dënonin. Po përpara librit nuk kishin gjetur se kush e kishte çuar aty ku e kishte çuar Aslan. Kështu që figura e tij u duk jo vetëm që s'mund të ishte e tillë, po dakord që Lea mund ta ketë parë këtë me syrin e një fëmie, por ndoshta një formë distancimi kur ajo është rritur edhe ka kuptuar, siç ti e the. Në një moment 10 vjeçar mos ta kuptosh. Kur merr të shkruar një libër të tillë, vetdia e saj jam e sigurt që e kupton. Do duhet të ta kupton. Kështu që ka përmend atë pjesën që ai e fali, domethënë që i shkruajti një letër. Po, i lutaj nga burë. Po, ai më thotë që e la dinjitetin edhe me një që ta bënte këtë gjë. po nuk po flas për Aslan. Jo, e kuptoj, po domethënë ai që nuk ka dash të japi aq rëndësi dhe në një intervistë saj që bësh shife, thotë që nuk kam dash ta përmend dhe të jap, nuk kam dash ta përmend siç përmendet gjithmonë dhe ta fokusoj gjën aty. Ato 3 herë që e ka sjell si një indicje se s'di tjetër. Tani një lexues që qëllimi. Në 20 butë botës që do përkthehet libri dhe Lea është e vetëdijshme. Për herë të parë dikush mund të lexojë dhe mund të shohë një përshkrim të figurës të diktatorit më represiv të Europës, më represivi, edhe figura është një personazh si në një fistikëri dhe elegancën pa parë dhe si elementi i dytë është përshkrimi i punonjësve të sigurimit, si hardall, si ca njerëz që s'dinin ç'bënin, ishin aq naiv ndonjëherë të trash, ndoshta saç ngatronin faktet kush ishte kush.
Jo kështu. nuk ka që- Gonica, aty ishte gonica, ishte e bukur fare Jo. Bilis. Unë mendoj që aparati i sigurimit ka vizituar Pragën, ka vizituar vendet e lindjes, vetëm me Rumaninë është i ngjashëm, po ashtu për mënyrën se si ishte ndërtuar. Pra, ata ishin ca masha, të cilët ishin të vetëdijshëm për çfarë kishin bërë. Dhe kush ishin. Dhe shfaqsohen dhe vijojnë të shfaqsohen me ide që ne kemi bërë detyrë. Unë mendoj që ata nuk ishin ca hardall që nuk e dinin se çfarë kërkojnë. Mendoj që ata e dinin shumë mirë, edhe lehtësia për ta pranuar edhe për mos reflektuar dhe pas viteve 90 ka bërë që ne të flasim pak e më pak edhe të dim gjëra të keqe më keq sa i takon 45-90-s. Elementi i tretë, edhe pa e përmbyll, është momenti kur dikush te arkivi, zonja, që e ndihmon asiston Lea, e pyet nëse dëshiron që ta di se kush janë ata njerëzit, Pelikani e gjithë ata, me radhë, nëse dëshiron t'i di apo jo. Dhe ka dy qëndrime të cilat nuk janë koherente. I pari kur ajo vendos të thotë që nuk dua t'i di, është momenti, për shkak se askush dhe asgjë nuk e zhbën vuajtjen e gjyshes, dhe momentin kur ka vetëm një fije dritë që njëri prej tyre është treguar human, njeri ka vetëm dyshimin, dëshiron ta njohë. Kur shkruan për komunizmin, ne duhet jemi të ftohtë ta shikojmë vërtetën edhe ta flasim siç është e vërteta. Në dosjen e Max Velos, një njeri që e ka kaluar në kurriz, vendos shkoi të përballë edhe të kuptoj që dy njerëz të cilin e kishin spionuar ishte shoku i ngushtë dhe gruaja. Për të thënë që justifikimi që asgjë nuk zhbëhet, nuk do të thotë që ne mos ta dimë dhe mos ta njohim vërtetën. Ata njerëzit për mua do duhet të dihen se kush janë, nëse mbajnë sot ende poste do duhet të largohen, edhe nuk do duhet kurse si për të mos i ridënuar dhe ripërjetuar ato që ka ndodhur, ata të shohin njerëz të tyre. Kam thënë një herë në një takimet. Kam patur mundësinë të jem pjesë e një interviste ku një nga gjykatësit, nëse mund ta quajmë, del dhe jep intervistë sot e kësaj dite dhe tregon me cinizmin dhe paftyrsinë për qindra vendime vdekje që ai ka marrë. Unë nuk do doja të isha as mbesa atyre që ka ndodhur, edhe aq më pak fëmijët, e tash në prime time televizor pa porta gjë. Kështu që unë am dakord që duhet shkruajmë për gjyshe, gjyshe ishte një personazh shumë i mrekullueshëm, edhe unë e pëlqeva. Një vajzë që babai ishte me fashistët, zgjat martohet me një njeri i cili e përqafoi dhe e deshi në fillim ka patur në 45 nga ata që e kanë besuar, sepse Aslan nuk ishte intelektual. Po, ai mendon, unë do kisha dashur të dija edhe më shumë edhe për Aslanin, sepse ai shpresonte dhe besonte që Enver Hoxha do sillte demokracinë dhe zgjedhjet e lira dhe gjithë secili prej nesh në një njeri të paprovuar dëshirojmë ta besojmë këtë gjë. Po pasi e ke provuar 45 vite, ai gjithë rrugtimi i bukur i Lemanit, gjithë mundësitë që ajo pati mundësinë ta ndryshonte jetën e saj, kur vdiq Halla, kur vendosi titën e Selaniku, kur vendosi ta fshinte elementin e stërgjyshit që e shifte dhe donte të ishte perandori Osmani. Kur i vjen momenti tek internimi Kavaj, i duhet dhe thjesht ta pranon. Edhe i kujton fjalët e Gustavit që nuk kishte zgjedhur edhe tikte. Më pëlqeu padyshim digniteti, të poshtëruarit, se mendoj që janë të tillë, as Hoxha dhe as sistemi më represiv nuk ka ditë ku a marrë dignitetin. Janë gjithë klerët katolik që lëvduan Krishtin dhe Zotin dhe vdiqën e tyre. Kështu që dignitetin nuk ja mori dot sistemi. Po sot duhet jemi të drejtë të ta shohim të vërtetën në sy dhe ta themi, nuk mund t'i ikim dhe t'i shmangim. Okej. Po. Jo, vetëm dy momente të shkurtra, përsa i dhe thonë Enver Hoxhës, është vërtet që paraqitet me doza shumë të shkurtra, por mangullet shumë të forta, regra për shkrimin dhe fakta, por shumë të goditura, tonë me njëherë se çfarë karakteri kishte ky individ, që rinia e tij, në atë periudhën të përmendën momentet e pagesës së qeras, po shkruar, po edhe në mënyrë emotive për shkrimin e saj, për çfarë arome kishte ky njeri, të gjitha
ndodhe qep. Ishte eksakt, edhe ishte me qëllimin e qartë për të përshkruar një karakter që qartë se ishte një oportunist që me sa duket është një karakter që çan në këto situatat dinamike po delikate edhe volatile që ka këto momentet e siç është Përthyes. Po. Kështu që mua më duket shumë e gjetur mënyra, nuk është karakteri personazhi kryesor Hoxha në libër, dhe nëse do ishte do transformoj librin, nuk do ishte në historia Kemali. Kështu që mënyra që ka sjellur për ta përshkruar ato më duket shumë e gjetur. Tjetër gjë që më duket shumë e sinqerte, shumë e ndershme është rrëfimi i saj për frikën që kishte se mos gjente në arkiva, që nëna gjysha kishte qenë vërtet kolaboracioniste. Dhe kjo më duket jashtëzakonisht për të vlerësuar që ajo është tërësisht e sinqerte, hapur që vërtet kishte frikë dhe nuk ishte donte domosdoshmërisht të asociohej me një individ që edhe pse kishte qenë i afër me saj, gjyshja e saj, kishte mbartur të barën e të qenë bashkëpunëtore e fashizmit. Po, ajo buronte që kjo mos ishte vërtet. Mendoj se kjo ndikon edhe fakti i komenteve në media sociale kur u shfaq fotografia e gjyshës sepse kështu filloi gjithë historia. Nuk ka Spartaku ishte ai që Çimi, në fakt. Shiko, Ai që postoi, ulëmtues ishte ai që postoi foton e gjyshës. unë mendoj që për pjesën e sigurimit jam dakord me ty, që sigurimi nuk ishte një tuf me dallka, megjithëse në ato fillimet e veta, si çdo gjë tjetër, domethënë ata intelektualët i shfarosën. Dhe Shqipëria nuk ishte pasur një shkollë të mirëfill policie, hetimi etj. Mendoj që në fillim është bërë fshatarçe. Kush ishte më i egër, më i gatshëm për të vrarë, tregon për shembull Bashkim Shehu me një libër që Mehmet Shehu i ati, ai shumë se thoshim sikur ta kishte marrë Mehmeti në vendin e Verit, më keq thonë Bashkimi do kishte bërë se ai. Kishte pasur një shok ai italian që e kishte njohur në shkollë, domethënë kur ishte në Itali dhe kur dorëzohen italianët, marrin një grup të madh me italianët, dhe ky e njeh Mehmeti këtë italian që kishte shok shkollë dhe e merr veçantë se ka tjerët do i vinin në punë apo të çdo punë. Italiani u gëzua se mendoj më njohë, më shpëtoi, domethënë mori ai çon pas i pemë atje dhe e vrau vet, domethënë në atë rast. Kështu që kishte një lloj egërsie, por nuk shquheshin për shkollë në atë fillim. Pastaj me vajtet si ishte jo në Pragë, në Rusi, jo në aty, që metodat, ato që shohim ne në vitet 80 pastaj është sofistikuar, edhe helmi është futur shumë thellë, do të shohim tek dega e brojtshme në Shkodër, do një vizitë ta shohim. Po jam i sigurt. Një gjë për shembull që mua më duket sikur ai vendos, kurse Prenderi jam dakord me pjesën që thotë që nuk i duhet, domethënë ajo e përçmon Prenderi. Në libër sikur gjyshja e përçmonte jetën reale. Ajo e tregon takimin e parë, ky Vinder Qep edhe Livano njëkohësisht me ato flokët me gelatin, ta kuptova që ishte një tip që unë s'do hidhja syt fare, mashkull si ky, edhe që luante ato jo tarasi, jo domethënë këtu me ato pa principe. Domethënë ajo këtë e përshkruante, mendoj unë që ajo e ka kursyer tekstin për Enverin për ta dyfishuar këtë gjë, që dhe boll me kaq, domethënë ky ishte ai. Sepse po, edhe i qëllim tash. Dhe mendoj që ai e vë përballë, ajo merret me Aslanin, që është antiteza e Enveronës. Në të dy në të njëjtën shkollë, të dy të rinj, në një njëjta moshë, Aslani po ta vini re ka edhe një dilemë, se ata i thonë duhet marrësh një krahua se në mes e ha. Domethënë, dhe ai nuk vendoset dot, as këtej, as andej, sepse kishte ca parime që u qëndronte një lloj dinjiteti, nëse duam ta quajmë kështu, që e bëri pasaj që përfundonte në burg dhe më vonë pasaj u deshta ka përdinte atë dinjitetin vetëm për dalë që mos ta rinte gruan me fëmin jashtë në vetmi. Që mendoj që ajo ka përdor gjyshin, edhe fakti që gjyshi e pësoi, por që u qëndronte ato edhe fakti për shembull që shiko, ai as nuk përmendte emrin që ishte i biri Xhafer Rypit,
e kishte për turp, që thoshte jam djali i kryeministrit. Ndërkohë që ky oportunisti ishte ai që flinte me gratë plaka të Francës për leke, për ku diun tash, domethënë. Kështu që të mendoj sepse ai nuk u mor, se po të bëj prapë një libër për Enver Hoxhën, të zgjidh do bëj mendoj. Te Tirana Nonës, nëse do ta bëjmë Tirana e Nonës është libri më i mirë. Edhe ai është një përshkrim shumë i bukur i gjyshës, është një histori shumë e mirë. Edhe asaj Tiranës, do ta përmendja. Edhe është gjithë asaj Tiranës së vjetër. Është libër shumë i mirë. Për shembull, takimi i gjyshës me Eqerin Fjabejn është një nga gjërat që ti bën që ta lexosh 3-4 herë atë faqen, ti afshish edhe emrin e autorit po të duash. Megjithatë, gjatë librit të Tiranës së Nonës, ti edhe nëse ka zgjedhur të njëjtën gjë leja ta bëj, diferencën se çfarë ishte komunizmi e gjerë shumë të qartë. Tu nuk e gjet. Ndoshta unë jam pak më Unë mendoj që ky duhet parë një rrafsh më lart. Mos e merr në linar, domethënë kam përshtypjen që leja të bën të lexosh nën dhe mbi rrjeshta, jo rrjeshta. Sa një histori do të ka shkollar. Edhe një herë, për shembull, ajo gjë që mua më pëlqen, unë vetë personalisht jam një fëmijë rritur me gjyshe. Dhe ajo, domethënë mënyra se si ajo sjell dhe historitë të thëna nga goja e gjyshes, janë kaq të ndjera, domethënë janë si është ajo në anglisht, I feel you, domethënë unë e ndjeja këtë gjë, është kaq ndjer, kaq origjinale dhe këto historitë e tjera që e thot, sigurisht nuk ka sidhur të thot kot, absolutisht. Domethënë ajo ka gjithë si një indicje, po janë shumë origjinale të mbetura në memorën e saj dhe të dashura nga gjyshja dhe nuk mund ta gjykojmë në këtë moment se solli fakte historik. Ashtu është rrëfyer, kaq. Ja vi lexoj një pjesë që flet për të këndvështrimin në faqen 382. Paragrafi në fund fare, thot Nini ngulte këmbë se akuza e fajsimit të tjerëve dhe përpjekja për të kuptuar shkakun e vuajtjeve të së kaluarës mund të dalloheshin lehtë nga njëra tjetra, një lloj si ndrimi i çarçavëve të spitalit pas një nate të vështirë të pacientit. Por ai kuptonte ajo vallë deri në fund pasojat e atij arsyetimi. Sigurisht fjalët akuzë dhe kërkim fajtorësh ka një nuancë hakmarrjeje të mbrapsht, si atëherë kur njeriu në vend që të zbërthejë misteret e universit përmes ekuacioneve matematike, merret me lloj-lloj krijesash të fantazisë, si djalli apo shtrikat. Ama, po ta zvendësosh fjalorin e fajsimit me një kategori më fisnike, ta quash fjala vjen llogaridhënie, e madje dhe marrje përgjegjësie i të njëjti qëndrim duket jo vetëm absolutisht i tolerueshëm, por dhe i domosdoshëm për të kuptuar nuancat e lirisë. E prapë se prapë, tu japësh përgjegjësi të tjerëve për veprimet e tyre, nënkupton se ato burojnë nga një vullnet i lirë, i ngritur mbi besimin e plot në vendimet të natyrës morale. Ideja se ngjarjet mund të rrjedhin edhe ndryshe, se ka plot raste kur njerëzit vendosin të kundërvijnë urdhrave të prorëve, e plot raste të tjera kur detyra zbatohet me përpikëri, cilado qoftë ajo, do të thotë se në fund të fundit secili prej nesh e ka në dorë të vendos vetë se si duhet luajtur roli që shoqëria na cakton, madje edhe kur shoqëria ndodh të jetë atill që të na i caktojë ato role, pa na pyetur fare nëse në kushtet e tjera do t'i kishim zgjedhur njësoj. Pa e ruajtur qasjen kritike ndaj përgjegjësive që i jepen, njeriu rrezikon ta humbas veten. Domethënë, ajo është filozofe në të rast, dhe unë mos jeni dakord me se si shikon ajo gjërat, por ajo shikon që në këtë sistem t'ja kërkosh, unë besoj që kur jo të falësh, se falja nuk është fjala e dur, por të ecësh përpara, të bësh përpara, mendoj që deri në farë pike përcakton edhe një lloj shkëputjeje nga e kaluara. Jo për të thënë që ta kam falur punë e madhe, të shkuara të harruara, që ai ishte, si ishte fa ynë, por kështu ishte sistemi, ndoshta dhe unë do bëja ditë në gjë, si qartë dhe njerëz të tjerë bën gjëra tjera dhe mësuan, por ajo ecja përpara shërben ty më shumë se sa atij që ka bërë të. Se nëse mban me vete, atë ai që vuan, për tani këtu futesh në historicizëm, je ti. Nuk është ai. Ai ka bërë çka ka bërë, ai mund t'i qëndrojë asaj dhe thotë që ai
Xhelati që përmendë ti mirë bëra. E mirë ua bëra, pra do ua bëja. Edhe kjo sigurisht ti ta bën gjakun të vloj, por në fund fare është personi që ka vuajtur që vijon të vuaj nga kjo. Dhe unë mendoj që Lea deri diku e shikon kështu, që kam nevojë të shkëputen nga kjo, që në mënyrë që të eci më tej, pa harruar, pa e mbuluar, por kur s'ka llogaridhënie e përgjegjësi, si e kërkon? Gjithë fragmente që po shkruaj jam shumë dakord nëse marrim Lemanin si personazh të asaj që ka ndodhur. E kemi parë dhe të gjallë që ne kemi. Secili prej tyre nëse i lexon, po edhe nëse i takon, ka gjetur një formë për të ecur përpara. Dikush ka falur me zemër, dikush ka vendosur të harroj, për shkak të fëmijëve dhe jam e freskët nga kujtesa për një takim që kisha në shkollë me njerëz me cilët e kam kaluar. Megjithatë tek Lea e kam përshmërinë që jo të mos ecë dhe mos të fal, por të pretendoj që ajo duhet të shkëputet dhe të qëndrojë mbi këtë duke sjellë shumë mesazhe që nuk duhet harruar. Kujtesa shumë e rëndësishme në këto momente historike. Ndryshe tek neve llogaridhënia s'ka ndodhur, ne nuk kemi një kërkesë falje përveç Eri Berdishokës, ne s'dim këtë kërkuar njëri. Dhe pastaj kur mbas 20 e ca vitesh, 30 tashmë, ndodh që edhe ngjarjet historike ti kalojmë ta ngel, mendoj që sidomos tek të rinj mund të ketë vende për keqnjohje, keq interpretime, sepse paramendo vllai im 20 vjeç që do lexoj këtë libër nuk di asgjë për komunizmin. Se të gjithë ne kemi marrë perceptimin e Hoxhës, se asaj neveris, se ne e dim kontekstin e atij personazhi. Ne e dim kush ishte, me mediokriteti, se e kemi lexuar libra përpara. Ata jep mënyrën se si ka qenë komunizmi te ky libër nëse ti s'di asgjë. Që detyre kishte ka sillte ajo, se këtë s'ka të sjellë ka këtë detyrim. Ajo ka sjellë një histori personale Pra, në saj. Profesionat e brezit që përmendën. Që 20 vjeçare. Unë që se të duhet të lexoja ose të informoja për komunizmin, mendoj që do ishte libri për Lemanin, në gjëja parë që do kërkoja, nuk do ta kërkoja të kjo. Se mendoj që sot ka plot burime që ti mund të informohesh për çka ka ndodhur përpara. Familja ime ti siç e përmendët e ju, domethënë asnjëherë nuk kam pas asnjë rast të internuarësh as në familjen e mamit as në familjen e babit. Edhe unë vetë si person domethënë gjithmonë kam kërkuar, kam lexuar intervista, gjëra domethënë nga të dyja palët, si ato që nuk të thonë që s'është aq e keqja për ju, dhe si ato që si nga persona që e kanë patë këtë gjë vetë në familjen e tyre, ose nga shumë debate që janë bërë në familje, kam kuptuar shumë gjëra nga këto dhe nuk mendoj që ishte tamam domethënë do ta gjete ky libër atë informacione që nduhesha për komunizmin dhe atë sisteme. Që nuk është ajo. Unë thash që do ta kërkoj te kjo, te Lea. Jo, e kuptoj, po nuk e di, mendoj që për shembull ai dhe përgjigje se nga kush ishin poshtruar, dhe kush i kishte poshtruar. Mjafton fakti që njerëz siç ishte Aslan Nypi, domethënë përfundoi në burg dhe Lemani dikush e la Greqin për Shqipërinë, punësja parë administratës filloi duke punuar në kasa. Në kooperativë. Mendoj që kjo është mjaftueshëm për ta kuptuar se çfarë bëri ai sistem. Tash pushime në kortina, do të thonë. Rënia ishte. E kuptoj, ishte. Patjetër. Po them që do bëj. Ajo përfundoi që për bukën e gojës, domethënë. Po pra, po them që jetuar në sallë. Kjo ishte mjaftueshëm që ta kuptoje se sa edhe poshtërimi i sotëm me kujtesën e dikujt që nuk e njeh, edhe poshtrimi që bën sot në mënyra e të sjellurit në social media, në thjesht merret një imazh apo shkëputet diçka nga konteksti edhe propagohet gjithandej pa e ditur pa se lidhje fare me të vërtetë
identitetin e atij personi, kështu që ajo E kalon më shpirë. Ajo të poshtërimi, nuk e kalon më burren. Më fal, po. Jo, po poshtërimi mund të vazhdojë si fenomen në të gjitha. Ajo poshtërimin e kishte si fenomen të shoqërisë dhe poshtërimi kishte ndodhur nga të gjitha sistemet deri në ditët e sotme. Pra, edhe kish informimin apo të flasësh me të dashakësi ndaj dikujt që s'e ke njohur fare, ashtu siç kishte ndodhur në fund në rrjetet sociale, është një lloj poshtërimi. Pra, nuk është se po akuzon dikë që ja poshtëroi drejt për drejt. Ajo e ka në shkallë të gjerë. Edhe fakti që ato dosjet sot kanë ardhur kaq të cunguara, që mbasi janë korrur edhe kositur andesi kanë dashur i kanë sjellë në një mënyrë aq të keqe edhe me ashtu siç e përshkruan ajo atje, domethënë atë sistemin, është një lloj poshtërimi që edhe në ditët e sotme ti nuk merr dot asnjë informacion të saktë lidhur me ta dhe nuk e ke më të besueshëm atë burim. Një lloj poshtërimi është për historinë e tyre, se ti pretendon që sot ta marrësh të saktë. Domethënë, ajo e ka poshtërimin si titull të dytë, unë besoj nuk është titulli i parë i këtij libri tamam. Domethënë, edhe po ta shohësh në kopertinë është një gjë tjetër. Pra, ajo të poshtëruar është triku, dhe të poshtëruar është në rrafshin social dhe psikologjik të shoqërisë tonë në vite të ndryshme. Se më fal, edhe një gjë tjetër, për shembull, në momentin që ajo e pyet gjyshen, pra kjo është e pyetja që besoj na ka ngelur gjithëve, pse ajo nuk shkoi pas alternativës që i dha Gustavi. Dhe gjyshja vite më vonë ju përgjigjte. Unë besoj që më përgjigjen që ka dhënë gjyshja këtu dhe leja na u përgjigj të gjithëve për gjitha. Çu bë me Gustavin më vonë? Unë s'di as çu bë me Timat, i thot gjyshja. E pyeta nëse do ta kishte pranuar propozimin e tij, sikur të mund ta kishte ditur me saktësi atë që e priste. E shkuptim ka. U përgjigj disi e pezmatuar. Sa kohë kam falur sa kohë e kam luftuar këtë mendim. Kam luftuar me veten. Jam djerë fajtore, përgjegjëse, në fund mendje lehtë, sa mendje lehtë. Tani gjithçka më duket një gabim trashanik. Fajsimi e dobi sjell ndjenja e fajt. S'ka gjë më të lehtë se t'ua vësh fajin të tjerëve, qoftë edhe vetes. Problemi nuk shndron te gjetja e fajtorëve. Puna është të kuptosh. Dhe unë besoj që ky libri na fton nga fillimi deri në fund për të kuptuar më shumë se sa për të bazuar në fakte apo për shkrime apo unë besoj që të bën të kuptosh, domethënë kaq. Dhe është ndjer. Besoj që duhet ta gjykojmë si një historian. Ai ka ngjallur libri atë si thosh një ndjesinë që as sikur ka aty një pjesë ku këta anglezët s'din që po ndihmojnë herë me atë me këtë në ballin herë me atë. Atë as sikur të kishte qenë ndryshe se Denada e përmendi pak të herë si mund kishte qenë Shqipëria sikur. E merr atë ide domethënë sikur mos kishin ardhur këta në pushtet. Me Meroxha, me Tiet, çdo kishte qenë, domethënë. Unë mendoj që ka kaluar kaq shumë kohë sa sot nuk ja vjen sepse Jo sot, por kur je aty duke e lexuar. Po, ka ca momente që mund të merr një test tjetër. Që mund të merr një test tjetër. Sikur të kishte ardhur Aslan Nypi në pushtet. Mirë, ashtu është i gjithë libri, me këto fesat e fortë. Ka një gjë që kjo ndodh ndonjëherë, unë mendoj që edhe Lemani, edhe Aslani, edhe ata që ishin si këta, cilët nuk ishin njerëz, për shembull, këta dinin e donin kërcenin, e donin në hapën atë pjetore që shisin këto. Pra këta donin të jetonin jetën. Nuk ishin luftëtar, ishin intelektual, ishin njerëz që kishin disa ide perëndimore, po i quaj avantgardë edhe për kohën se në atë kohë ishin të reja, festa. Shqipëria kalon nga feudalizmi direkt në këtë pa një taban platform. Këta e gjetën veten pa pritmas fare të rrethuar. Nga të lirë. Do ata ishin si plumba pa kthetra, pa sqepa, pa asnjë gjë. Merr rast brenda, merr kap, futa dek, se këta janë kështu mish për tokë, domethënë. Dhe ka njerëz si ne që nuk kemi as pistoleta, as me se të mbrohemi, domethënë kemi vetëm mendimet tona dhe nuk duam as të drejtojmë vendin, as të shkojmë brapa atyre që duan të drejtojmë vendin. Duam të thjesht jetojmë. Po, kjo duhet të mendosh se sa i rrezikshëm është pasiviteti. Edhe faktikisht pasiv, në nëse ndoshta nuk janë pasiv, janë ata që janë më të moderuar. Personat më të moderuar përgjithsisht përpiqen. Po unë nuk do ta quaja pasivitet sepse në fund se pasivitet. E kuptoj, as apati, atë po. Timi që ndërkohë që ti indiferencë ndoshta. Jo, ajo është edhe okay, se shiko, domethënë ajo është më pak i sofistikuar në ndërisht, i bie më shkurt.
Patjetër. Kështu që ky është problemi mes atyre që janë më kurajos, por më brut, edhe atyre që janë më të sofistikuar. Si shtë Bukosi, problemi në botën është që ndërsa... A më të ndajnë pasazh të që veqër pjesë për një emision për të qeshur me të që folën. Bën një emision çfarë është thjesht intelektual. Nga njëra anë ishte Blendi, nga ana tjetër ishte një sociolog. Edhe Elis Felin në një bisedë me Blendin që i thotë intelektualet e raca më keqe se bën më shpejt dakord me gjithçka ju jepet. Kjo ti e dikush e ka thënë dhe e bën për kam harruar me të drejtën. Ergjysmë të tjerë. Është intelektual për Jo, ishte i vetëm që vjen emision e thonë s'dua të jem intelektual. Kështu që për shaka, domethënë me idenë ndonjëherë ata që edhe dinë edhe munden edhe do duhet të flasin më shumë, tërhiqen me idenë që nuk do të kuptohen, por në fakt ka pasoja. Unë mendoj po, shiko, unë e kisha më tepër te kjo. Jo që tërhiqesh dhe mos flasësh, se fatmirësisht atë armë e kemi që mund të flasim, por krijon ndonjë rrethana që ti nuk mund të zgjedhësh midis dy të këshillave. Kupton dhe të vjen përpara dy të këshillave të zgjidh të keqen më të vogël ose më të madhe ose ato që mendon se do fitojë, mund të fillosh të bësh kalkulime kush nga ato të këshilla të paktën do nxjerrë mua nga balta. Edhe pastaj ajo mund të përkthehet si pasivitet, nëse do, po mos lëvizje nga ajo, po unë këtu midis këtyre nuk dua asnjëra. Më kupton? Po. Atë bën ai dhe ha. Po, eksakt. Pastaj gjendem i pa mbrojtur edhe në faktin edhe Shqipëria ndodhet pikërisht në këtë situatë pastaj. Domethënë Shqipëria siç e thotë edhe ideja vazhdimisht, ne jemi si vend i vogël në atë kaos gjeopolitik, bëhemi viktimë e historisë praktikisht. Nuk është se mund të vendos nga Hoxha se do vini te autonomia. Ajo ka një gjë po. Ne ishim me goxha të ndarë, se gjatë blokut të voturon ne votonim njëri tjetrin. Ishte fatkeqësi historike ajo që sigurisht do duhej që të kishin ndërhyrë edhe për ne. Domethënë se la, po ta shikosh më vonë, domethënë mbeti si se planin pastaj për ta marrë Jugosllavia, në Imperin e Prishme Jugosllavia dhe këtë. Po të lexosh në marrët e agjende britanik, për shembull është 8 Hours from England, është një autobiografi e një prej historikës në vjen në autorin, dhe përshkrimi ai që punon vetëm 3 muaj këtu në 41-shin, dhe përshkrimi i konfliktit mes ballit dhe partizanëve në Shqipëri ka ai në mënyrë shumë realiste, është thjesht, domethënë është sjellja është tamam civile. Ata i trajtojnë shkonin në të dy kantet. Ka përpiqeshin, jo kanë pushuar shumë. Përpiqeshin në të shkonte në dy kantet, si të partizanëve, si të balli, në të shkojnë në zonën e Prekut, në zonën e Imar, Borsh, jo Borsh, jo Dërmi, fshatin që nuk është Puno. Jo, në brendësi të që është braktisur tani, edhe shkon në të gjitha çfarë, po njëri ishte çfarë do ta kishte ballist, tjetri do ta ishte Dukati, këto që Dukati ka qenë ballist. Po, Dukati ka qenë ballist, edhe u shkon dhe ata thonë jemi gati të bëjmë gjithçka vetëm me partizanët bashkëpunojnë. Partizanët në një kohë jemi gati të bëjmë gjithçka vetëm me. Ka një pasazh aty interesant në fund kur përshkruan leja që po ikin me anije, në fillon eksodi, edhe që Lemani thot pse ti ikim ne, ne s'kemi bërë gjë. Ajo shikonte edhe ajo thekson aty që ajo shikonte ikjen. Ishte trauma nga Sedenu, ishte nga ndarja e popullsisë mbas luftës. Njerëzit shikonin si rendje drejt lirisë, shpëtim, ajo i quante një dënim tjetër, edhe pse ajo domethënë jeta kishte marrë për poshtë, Po ajo erdhi për lirinë, në fakt në Shqipëri ne kam rësi një gocë e re, erdhi për lirinë e saj, për të krijuar atë zonën e saj, të mos ndikosh nga familja, nga martesa, nga feja çfarë ishte. Prandaj erdhi, edhe ishte si ironi e fatit dhe historisë në një farë mënyrë. Nuk e gjeti atë liri që kërkonte në Shqipëri.
Ndërsa Lea kërkonte paqe, mendoj dhe dinjitet gjatë historisë. Kjo është dhe më e nuk e bukur. dija e gjeti. Ky ishte paralelisëm goxha interesant. Është më e bukur gjë që libri që më ka bërë përshtypje. Antitezat, përballjet e dy të kundër. Domethënë, Aslani me Taatin, Lea Lemani me Kushërirën e vet. Gjyshja me Hallën e vet. Iati që vendosi të bashkëpunonte me Gjermanit. Domethënë, përballje gjithkohon si në rrafshin familjar, pra të ngushtit, intimit, marrëdhënie vajzë nën apo edhe marrëdhënia me të krahasuar me Taatin, për shembull vet Lemani, ose gjyshi me stërgjyshin e Leas, domethënë. Gjithkohon, po edhe në rrafshin shoqëror që ajo vjen deri tek shqiptarët përballë të huajve që spranuan ti ndihmonin edhe këti zgjodhën të keqen me të shkonin pas komunistëve, apo ballistët me partizan. Pra, është gjithkohën i vendos në dy rrafshe paralele, prandaj tash është më shumë filozofik dhe sociologjik, sepse të le ty, pra ti nxjerr para, dhe kjo është, unë mendoj që është një aftësi dhe i është dashur shumë punë për ta sjellë atë pasqyrën krahasuese përpara, dhe kishte shumë bukur gjatë gjithë librit. Mendoj që Lea ka me të që një këtyre përfundimisht do me thënë, ja ktheu Aslani me ngrohtësi. Po ti di mirë se Xhafer Beu nuk ishte ministër arsimi kur ndodhej ajo puna e bursës. Nëse mbase një ditë do ma falësh mëkatin e të qenit birit i Metit dhe i shkeli syrin pastaj. Çfarë punët kanë dhënë? Kjo po është e bukur, ja priti i panjori nga zëndyrë. Do kthehem në fole, në lice, do jap mësim, edukat morale. Në qeshimet madhe duke i rënë 2 herë fort në grush kopertinës së kontratës sociale. Edukat morale aktiv. Po pra. Kështu që Ka përshkruar shumë mendoj që domethënë Lea nuk fshihet ose nuk fsheh faktin që është një intelektuale e majtë, edhe ka ide të majta, progresive tjere në këtë aspekt. Ka një ashtu tjetër që kam analizuar atje një fjali kur është akoma në Selanik, po keni parasysh Selaniku edhe i djegur në atë kohë dhe thotë ndonjëherë ndjenja e fajit të shtynë dyshoje se mos vallë konflikti i saj me kornizën e shëmtuar të jetës së tyre ishte thjesht estetik. Pastaj prapë ngushëlloi. Në fund të fundit ç'të drejt kishte për të qenë e lumtur. Me fjalë për Hallën, ishte e palumtur në një shtëpi të madhe me 100 kamerina e gjithë këto saltanete që kishin ata. A mund ta ndante njeriu lumturinë e tij nga brenga e të tjerëve, kur ai dhe ata ndanin të njëjtin qytet, lagje, rrugës. Ky është komplet vendimi i majtë. S'mund të jesh i lumtur në mes të patjetër. Unë jam çik majtas vetë, domethënë, kështu që nuk është se ashtu, por majtas me Por e thosh me të djathtë dhe balancohesh. Jo, mua më pëlqen kapitalizmi, por kapitalizmi përfundimisht e ha veten, edhe është duke e ngrënë veten, ndërkohë Me shpejtësi më aty. duhet një balans, duhet një balans. Okej, kush ka ndonjë kështu të fundit që mos mbetet merak? Momentin që Aslani po debatonte me Taatin, ishte një nga ato debatet, më ka mbetur në mendje kur ai thotë nuk e mohoj, edhe mund të ketë ndonjë grup kombësh që arrin ta shkruajnë vetë historinë e tyre. Fatkeqësisht ne nuk bëjmë pjesë në atë grup, djalosh i dashur. Për fat të keq dhe këtë herë vëre vath në vesh, ne historinë na e shkruajnë të tjerë. Dhe këtë ja thoshte një njeri i cili kishte kaluar të gjitha sistemet dhe e thënë kështu, dhe po ja thot të birit, pra është, si më thënë, është krejt e ndjera, ja thot aty pa dëgjuar të tjerët. Po, më duket se s'ka ndryshuar. Xhaferi që i flet Aslani. Jo, s'ka kërkesë kushtim. Që ne historinë e shkruajnë të tjerë, por kjo është. Jo, s'ka ndryshuar asgjë, si ka mundësi mos të ndryshojë asnjë presje dhe kjo është pak e trisht. Është si quhet ai libri i këtij e Qerem Lej Florës. Kujtime. Po. Sa të bukur. Ai është domethënë sikur po lexon vitet 2000, po thjesht me rroba të tjera, domethënë, kështu që
mbeten ca gjëra mbeten njësoj. Ka një teori që quhet fatkeqësia e popujve të vegjël. Është teoria e huaj, kanë vënë irlandezëve më shumë. Irlanda është 4 milionë sot. Ka emër të madh Irlanda, por është gjithsesi domethënë dëgjon të përmendet goxha se ka shumë irlandezë në Amerikë dhe në filma, në libra më shumë klub irlandeze, kupton? Por është një kombi vogël relativisht, cilova hoqët e gjuhën, do të flisin anglisht. Tani në Irlandë ka një rikthim të rinj irlandezë po mësojnë gjuhën e tyre, domethënë kthehen ke flishtës e tyre po, si identiteti i humbur e ka. Por ky thoshte që edhe Irlanda ka folur më pak, edhe luftë civile edhe ato. Që kur je një kombi vogël, e gjithë i njohin gjithë, gjërat komplikohen. Kritikat bëhen shumë vështira. Se përfundon do të kritiku Bosnjën Xhajës. Gjërat bëhen shumë personale, të njohin, të gjejnë, të dinë ku çfarë shkolle ke qenë me këtë qenë me kështu. Dhe ka nevojë çik njeriu për hapësirë që të shprehet lirshëm, domethënë atë të vetëm mos atakoj atë tjetrin në rrugë nesër edhe të thotë si ma thëti mua këtë apo ku di unë, që nuk e di. Besoj që u kënaqet. Gjyshi Lemani kishte vdekur se vërtet ishte një shumë patrovan. Po. Dhe basionarit ishte një gjysh shumë Nuk ishte as dinjitoze. Jo, është pak shumë komike. Ajo donte i gjeti edhe emrin pra, doktori i gjeti një sëmundje. Infarkti kardiak, se ti fillon me Kishte edhe nota humori, domethënë kështu. Kishte ka shumë nën tema edhe tema të. Nga ana letrare, unë mendoj që ajo është përmirësuar goxha nga libri i parë, mendoj. Se kam lexuar për kuriozitet pas titullit të lexuar. Libri i parë është i mirë, nuk është i keq. Jo, as pak i keq. Mua Arlinda më rekomandoi që ta e kam edhe kopjen anglisht, po më tha lexoj në shqip tha, se edhe dokumentat i kanë origjinal, domethënë kështu. Edhe ajo vetë thashë në shqip është i Ky, ndërsa të lirë, më thanë që anglisht është më mirë se sa. Kurse ky duhet shqip. Po, kam shumë gjëra të dy, fillimisht ka shkruar anglisht, por ulet shkruan. Nga elementet pastaj që se s'kemi pse i diskutojmë se nuk kemi në auditor, po ka komplet parashik, domethënë shiku si lexuesin e huaj, Po. triket që ka përdorur. Patjetër. Ajo nga je në taksistin e vestamon për shtypje. As në punësia. Një që tjetër është që ishte shumë e gjetur për përtina e librit, për mendimin tim, sepse her pas here i rikthesh kësaj fotografisë. Ajo më pëlqeu shumë, se ti duhet t'i rikthesh edhe të përshkruan të përshkruash. Po edhe ngjashmëria që ka me Lemani ishte shumë kinge me thënë drejt. Edhe Xhaferi, fal ky Aslani, siç ajo përshkruan dhe me një braz në ballë, thoshte që e bënte duke më i madh dhe më i mendueshëm se mosha që kishte. Siç duket se merret që me fotografinë edhe me vështrimin e këtij që po shikon ashtu. Po se morën vesh kush ishte fotografi. Ja ka për dikush në hotel dhe shumë faleminderit. Shumë kënaqësi.